A e dini se ekziston një qytet I quajtur qyteti fantazm? Po, është ky që shihni këtu. Duhej që të mbante rreth 1 milion banor, por është I braktisur dhe do t'ju them se përse. Atëre, qyteti quhet Forest City dhe gjendet në Malezia, në Malezi. Disa edhe bëjnë disa lapsus se thonë që gjendet në Singapur. Gjendet pranë Singapurit, por Singapuri nuk është më pjesë e Malezisë sepse është shkëputur në vitin 1965, mos gaboj. Dhe është dipendent, me një fjalë është bërë një shtet më vete. Dhe ky qytet, pra qyteti Forest City, duhej që të mbante parafërsisht 1 milion banor, sepse duhej të ishte një qytet I bukur me ndaj quhen dhe Forest City, sepse ka disa ujvara, ka lule, është komplet me lule, shumë me lule. Nuk kam qenë atje, por e kam studiuar dhe është një nga qytetet më të bukura, që është e vërteta, I zhvillimit. Por nuk mundesh që shoqëria që ndërtoi të çonte njerëz që ta banonin, sepse problemi është që si të çosh njerëz që ta banojnë. Dhe qyteti kushtoi 100 miliard dollar I gjithë ky. Dhe është shtrihet në rreth 30 kilometra katror. 30 kilometra katror që duhet të jenë parafërsisht rreth 1300 hektar. Apo jo, më thoni ju, nëse jam I saktë në këtë. Dhe ka një shtrije gjigande, pra duhej që të mbante 1 milion, por sot jetojnë rreth 9000 banor. Bile në fillimet e para, sepse filloi në vitin 2016 që të ndërtohej dhe në vitin 2018 filluan që të kishte më shumë njerëz. Por në vitin 2022 nga problemet e mëdha që ndodhen gjithandej në mbar botën, e braktisën edhe ata që ishin aty. Dhe sot ka shumë pak njerëz. Pra një falimentim total, një falimentim kaq I madh me 100 miliard dollar që ju e keni den. 100 miliard dollar do të ndërtonim gjithë Shqipërinë. Dhe dua të them me këtë që një vend I tillë me 1 milion banor do të strehonte të paktën gjithë, po thuaj gjysmën e Kosovës, ose 1/3 e Shqipërisë, pra një qytet I tillë. Dhe doja të nënvizoj me këtë se ka shumë vende, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri, që mundohen të ndërtojnë vende turistike apo vende për të jetuar njerëz në vende të largëta që nuk janë pranë qyteteve, pranë vendeve të banuara, por janë larg. Mirë po, ky është një problem I madh, sepse është tepër e vështirë që të çosh njerëzit që t'i ambientosh të jetojnë në një vend. Është shumë e vështirë. Dhe më thoni ju, a është e vështirë apo jo? Pra të çosh njerëzit që të jetojnë në një qytet të gjithë bashku, si për shembull ky, që tashmë e quajnë qyteti fantazm. Dhe është një luftë, le të themi, e madhe që ti të marrësh njerëzit, ti çosh aty dhe ata mund të jetojnë se ka çdo gjë, ç'është e vërteta. Ka supermarkete, ka shkolla, ka spitale, ka çdo gjë brenda këtij qyteti. Mirë po, siç u thash dhe më përpara është vështirë. Për shembull, këtu ka ndodhur një rast I tillë në periferi të Romës, quhet Parco Leonardo. Në fillimet e para, unë mbaj mend rreth vitit 2004-2005, kur filluan që të kërkonin që të shkonin njerëzit, ishte tepër e vështirë që të shisnin hyrje. Dhe çfarë bën këta? Për ta mësuar njerëzit që të shkonin që të blinin apartamente, se është jashtë Rome, është në periferi të Romës, ata u kërkuan familjarëve të tyre, kushërinjve, shokëve dhe miqve që të shkonin me gjysmë çmimi. Dhe në fillim ka qenë me çmime vërtet banale. Unë mbaj mend që mund të merje shtëpi edhe me 500 euro metri katror, që nuk është asgjë në periferi të Romës. Bile në fillimet e para, kushërinjve të tyre ata ja u dhan me 350 metrin katror. Ishte vërtet shumë I ulët si çmim. Mirë po tani ka arritur çmime kolosale, çmime të mëdha. Në fjalë ka arritur 10 fishi në Parco Leonardo po flas. Dhe ata e dinin shumë mirë që duhesh se s'bën që të ambientoni njerëzit pra problemi është që se si të ambientosh njeriun që ta çosh në një vend të tillë. Dhe është një vend I vogël Parco Leonardo, është 160 hektar, mos gaboj, por sot ka 6000 banor. Pra, është një qytet e vogël, por në krahasim me këtë është shumë e vogël. Por megjithatë, numri është më I madh I banorëve.
sepse në një vend të tillë me 1300 hektar ose 30 kilometra katror vend që të banojnë 9000 banor është tepër e ulët. Megjithatë doja t'ja u tregoja sepse ka në vendet shqiptare, kosovare, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mallzi e tjerë që mundohen të bëjnë një vend të banueshëm në vendet rurale ose vendet që janë larg vendeve të banuara. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse ndonjëherë mund edhe të ndihmojmë, jo vetëm ata që kanë dëshirë që të jetojnë aty, por edhe ata që duan të investojnë. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.